A në kupton Kur që ngrit ki bas zënë momentin e duhur. senet që i dom populli? Jo, kur ngrit zënë momentin e duhur, për shembull ndodh një padrejtësi, ndodh një diçka këtu mrena, aden kur je personi që qosh dhe ngrit zë për çast sena, po kupton? Në qatë mënyrë, jo që so nuk di që dëm publiku për me thonë, unë ku m'jep që ato që dëm publiku. A jeti jashtë zoni i publikut? Ha? Jashtë. Jo, unë menoj që në shumicën e raste këtu mrena, në ca raste, në ashtu ajo në shumicën, jam kanë zoni i publikut për do qëndrime që i ku maj, dhe me thonë, ndaj do personav, ndaj situatav. Publiku e ka po vetën të ti në disa qëndrime që i ke majtë ti. Mendoj që drejt nuk e di ashtë e vërtet, unë e mendoj. Normalisht që na menojmë, se normal në s'kena informacion që ka ashtu ndodhë jashtë dhe qyshe konceptojnë njerë sjelljen tonë. Po më çudit fakti që Rebeken, une, po ta thamë, unë zgudzoj me thonë zoni publikut. Jo në atë mënyrë... Për që ato së qaroje, po Ti thonë. pe ke që kuptan. Adim për shambull ndodh një padrejtësi, sikur për shambull po ta marrë shambull kujna kanë nakull, që u kanë Rogerti, dhe me thonë të i bo padrejtësi malit, unë jam kanë e vetëmi aty, që me njëherë kam gritë za dhe me thonë i kam shku kundër asaj gjëje, dhe me thonë shumicën e rastev, menoj që në ca situata, adin ku më gritë za ty ku duhet, në këtë mënyrë jam kanë zoni publik, ku më gritë za ty ku duhet, apo kupton, mendimi jam, nashta nuk është hiç kështot, nashta nuk është e vërtet kjo gjë, amo perceptimi jam që ndjevën mrena. Normalisht nuk e di që a bot jashtë nashta adin më shojnë si personin ma të keq, ose adin nuk më vlerësojnë anaj sen, amo unë e ndjej që të sen, apo kupton, edhe unë e di që e meritoj me konë finale.